me Xhevdet Zekën, të na përshkruaj pak atmosferën sot në Elbasan. Mirëmbrëma Zeka. Mirëmbrëma. Urime. Faleminderit. Çfarë është ajo bluza se nuk e shoh mirë? Kampion e Në barku bluza. Ignatia kampion. Urime. Klodi, ju falenderojmë për gjithë emisionet që keni bërë dhe ku na keni kritikuar, keni qenë profesionistë të vërtet dhe emisioni juaj na ka bërë mirë sepse kemi mbajtur qendrim, kemi reaguar dhe na ka ndihmuar në punën tonë. Me të vërtetë ishte një festë e madhe futbolli, dolën huq apo dolën bosh të gjithë ata që na kanë intimiduar, friksuar, kritikuar, na kanë thënë që s'u lë njëri të merrni kampionatin, s'u lë Duka të marrni kampionatin, s'u lë Federata të merrni kampionatin, s'dili më i kampion, jeni fshat i vogël, jeni fshatar, jeni demografik, të gjitha këto gjëra. Jo, dhe pa e kanë thënë për Rogozhinë, nuk them për media, në përgjithësi. Por thash që media e falenderojmë gjithë media. Sot ishte një festë e madhe, një ndeshje shumë e bukur, e mirë luajtur nga ekipi jon i cili ka ardhur në një formë. Është investimi shumë i gjatë i atij grupi që i ka thënë Sorra, i ka thënë Çelmeta, i keni thënë ju, i ka thënë Mërgjyshi, i ka thënë Djemta Andalës, i ka thënë gjithë ata që janë aty, i kemi thënë bashkë me Febronziun e tjerë. Dhe ne kemi një grup të stabilizuar të cilët Nevil Deta ka ditur të marrë gjithçka të mirë, 9-1 goleverazhin final fort, kjo tregon stabilitetin, cilësinë, diferencën që ka Ignatia me skuadrat e tjera. Natyrisht sot lajmi i parë i Ignatiës është për grupet. Ne synojmë seriozisht të gëzojmë shqiptarët dhe gjithë pansat e Rogozhinës me grupet. Dhe për të gjithë sot kemi mbyllur kontratën me Bakayokon edhe 2 vjet të tjera. Kemi mbyllur kontratën me atë dhe vazhdojmë në një emër që kemi folur dhe aty që do të vi për forcim përveç në një emër të madh nga ato surpriza që të bëjt zoti Demrosi deri në fundit. Ndeshja kaloi shumë mirë. Po, për ndeshjen si ishte? Dinamo rrezikoi, ishte një skuadër e mirë që edhe me mungesa përsëri tregoi cilësinë që ka, apo dhe atë fakt që nuk ka fituar kot. Po ne jemi kampion me merit, kampion të vërtet me të gjitha stabilitetin në të gjitha repartet, dhe pse në final fort na mungoi pika kryesore e skuadrës Dashinani, ne ja dolëm që të bënim një paraqitje dinjitoze. Profesor Nevil Dete bëri që skuadra të shkojë më shpejt në sulm, u dha besueshmëri gjithë lojtarëve, do luajnë kush janë më të mirët, riparoi pozicionin e Jajmes nga mbrojtësi djathtë dhe mbrojtësi majtë e çoi në winger të djathtë pothuaj, ridimensionoi pozicionin e Bakayokos i cili meti për shumë kohë në